Prej gabimeve që ndodhin me rastin e Ramazanit është mosbërja e njetit natën. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La siyama liman lam yubayyit niyyatahu min al-layl." Nuk pranohet agjërimi nëse njeti nuk bëhet natën. Pra kur themi njeti, nuk kupton vetëdijen e njeriu se nesër do ta agjëroj. Vetëdia e njeriu se nesër do ta agjëroj. Këtu kemi pastaj një diskutim interesant mes mëdhëbeve. Dikush thotë, nëse njeriu e bën natën e parë të Ramazanit, për gjithë Ramazanin kjo i mjafton, përveç se nëse e shkëputet ndonjë ditë që duhet ta rilidhi sërish. Për shembull, ai e bën njetin natën e parë dhe në mes të Ramazanit udhtoi dhe nuk agjëroi. Dhe pastaj do të kthehet mas 3 ditësh për ta vazhduar agjërimin. Këtu kur të filloj mas 3 ditësh për herë dytë, duhet ta ribëj njetin. Ky është një mendim. Mendimi tjetër që thotë jo, e bën njetin në fillim të Ramazanit dhe i mjafton edhe nëse ka shkëputje në mes. Mendimi i dytë. Mendimi i tretë thotë jo, duhet në çdo natë me bën njetin. Pra në çdo natë ti duhet të jesh i vetëdijshëm se nesër do ta agjërosh. Për çdo natë duhet të qenë i vetëdijshëm se nesër do të agjërosh. Faktikisht ky mendimi i funit është mendimi më i qetë dhe më i sigurt, se po e bën këtë të gjithë thonë se je në rregull. Pra po veprove në këtë formë që ti në çdo natë, siç jemi sot për shembull, nesër ti thon do ta agjëroj, me mendjen tatë, pra nesër e agjërueshëm, e ke bën njetin. Nëse e bën në çdo natë, gjithë thonë je në rregull. Gjithë diskutimi është se këta që thonë çdo natë, thonë po e bën vetëm natën e parë s'quhet. Ose po e bën vetëm natën e parë dhe për shkak shkëputjes e bën prapë s'quhet e kështu me radhë. Kjo është më e qeta ndër mendime, po nëse dikush ecën me mendimin që e bën natën e parë, sepse faktikisht mendimi që bëhet natën e parë ka logjik dhe arsye. Pse? Se agjërimi nuk është një ditë. Agjërimi sa është? Gjithë Ramazanin. Dhe njeti kur bëhet në fillim të adhurimit apo gjatë gjithë adhurimit? Njeti bëhet në fillim të adhurimit. Pra mendimi i parë që thotë bëhet njeti natën e parë dhe vazhdon kështu deri në fund të Ramazanit, që edhe po se bën njet s'ka problem, çdo natë, është mendim shumë i fortë për sa i përket mënyrës se si mendohet gjëja. Pse? Mënyrës se si analizohet gjëja. Pse? Sepse Ramazani nuk është i ditë që ta bëj ditë për ditë. Unë e bëj natën e parë edhe vazhdoj, nëse ka shkëputje e bëj prapë. Pra ky është prej mendimeve interesante, domethënë, dhe që qetësohet zemra edhe te ky mendim, e kush e bën për siguri çdo natë. Përse neve na vlen kjo? Na vlen neve kjo se nëse ndodh që gjatë agjërimit ndodh një shkëputje për arsye tjetër, atëherë njeriu, domethënë, ai quhet agjërimi apo jo. Për shembull, nëse dikush flen, për shembull, nga para akşamit sot dhe i del gjumi nesër mas sabahut, për shembull, a quhet agjërimi i tij apo jo? Sipas mendimit të parë quhet agjërimi i tij. Pse? Se e ka bën jetën që është fillim të Ramazanit. S'ka nevojë çdo natë me përsërit. Sipas mendimit të tretë, si quhet, se s'ka bën jetën natën. Kështu që për siguri është mendimi i tretë, ndërsa për arsyetim është mendimi i parë.